Jo shumë herë janë marrë parasysh komentet edhe vërejtjet e tona Shkodran, por ne nuk e kemi marrë për bazë këtë. Për ne qëllim kryesor është që ta themi fjalën publike ashtu siç e mendojmë, edhe ashtu siç duhet të jetë. Dhe kjo këtë në raport me, siç e përmenda edhe më herët, me interesin shtetëror. Pra, ne ju kemi bërë thirrje partive politike parlamentare që më u angazhu me seriozitet dhe përgjegjësi dhe me një dialog konstruktiv, me vendos interesin qytetar mbi kalkulimet politike, partijake dhe me kontribu në arritjen e një marrëveshje që e konstituon ose e siguron funksionimin e plot të institucioneve, sepse aktualisht në rastin tonë, përveç që kemi siguru buxhetin edhe marrëveshjen ndërkombëtare fatkeqësisht mund të jemi përballë një situate kur nuk e kemi një president me tipare pozitive që siguron edhe që është unifikues në raport me partitë politike dhe që pastaj mund të shkojmë në zgjedhje të reja dhe ku kthehemi. Të gjitha çështjet që nisin kthehen në zero. Ka nis dje konkursi për zgjedhjen e dy anëtarëve në gjykatën kushtetuese, kthehet në pikën zero. Ka nisur sot procesi për zgjedhjen e një anëtari jo prokuror në Këshillin Prokurar të Kosovës, kthehet në pikën zero. Do të nisin dy anëtarë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës në fillim të javës së ardhshme, kthehet në pikën zero. Kushtetuesja rrezikon të mbetet në pikën zero. Vetingu në reformën e drejtësisë nuk fillon. Strategjia kundër korrupsion mbetet ende në tentativë, ndërkohë disa obligime të tjera që nisen që janë aktuale dhe që pritet janë që Kosova të jetë në agjendën e Këshillit të Evropës në maj, mund të rrezikohemi që të mos jemi, për shkak që të obligimeve që nuk i kryejmë karshi atyre që i kemi marrë në marrëveshjen për asociacionin në vitin 2013-15 dhe me marrëveshjen e Ohrit. Domethënë, mund të bëhemi problem dhe që dëmët janë të pariparueshme.